Komiteti Politik I Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës nuk e përfshiu në rend të ditës së seancës së saj e cila filloi në krejt kërkesën e Kosovës për të marrë statusin e të ftuarit special të cilin Prishtina kërkoi në nëntor të vitit të kaluar. Në mars kjo kërkesë u hoq nga rendi I ditës sepse shumica deputetëve në komision ishin kundër saj, përfshirë këtu edhe vendet që e njohin Kosovën. Antarja delegacionit të Serbisë Elvira Kovač deklaroi se parlamentarët serb kishin folur disa herë me udhëheqësit e Asamblesë Parlamentare dhe delegacioni shfrytëzon çdo mundësi për të biseduar për shkeljen e të drejtave të njeriut të pakicave serbe dhe pakicave të tjera jo shqiptare në Kosovë. 2 vjet më parë pjesëtarët e policisë së Kosovës duke përdorur gaz lotësjellës dhe granata zhurmuese hynë me forcë në ndërtesat e komunave të Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposaviqit në mënyrë që kryetarët e ri të komunave të zgjedhur në prill në zgjedhjet jashtëzakonshme që serbët I bojkotuan të mund të hynë në ato ndërtesa. Përpara 3 komunave sapo mbriti policia e Kosovës me forcat e forta janë mbledhur shumë serb midis të cilëve për shkak të efektit të gazit lotësjellës dhe bombave shokuese, pati disa të lënduar 2 ditë më vonë demonstruesit u përleshën edhe me pjesëtarët e KFOR-it dhe se pasojat e marrjes së dhunshme të komunave serbe ndihen ende edhe sot. Që nga sot Kosova është një nga vendet pritëse të stërvitjeve ushtarake mbrojtësi I Europës 2025 në të cilin marrin pjesë mijëra ushtar nga 20 vendet partnere. Aktivitetet ushtarake në Kosovë filluan në poligonin e stërvitjes ushtarake Babaj Bokës dhe në aeroportin e Gjakovas. Ushtrimet mbahen në disa vende dhe zgjasin deri me 9 qershor. Kosova nuk ishte pjesë e këtij ushtrimi ndërkombëtar në vitin 2023 kur u përkashtua për shkak të tensioneve në rritjen e komunat në veri të Kosovës, të cilët ndodhen më pas me rastin e marrjes së detyrës nga kryetarët e ri të komunave. 26 vjet më parë filloi betejë Pashtrikut, një përpjekje për pushtimin toksor si pjesë e ndërhyrjes së NATO-s në vitin 1999 në ish Jugosllavi. Zona Pashtrikut mbrohej nga pjesëtarët e Brigadës 549 të motorizuar dhe në anën tjetër të NATO-s ishin të angazhuar me shumë se 10.000 pjesëtarë të UÇK-s me 24 helikopter luftarak Apache dhe bombardues strategjik B-52. Luftimet në Pashtrik zgjaten deri me 14 qershor dhe Brigada 549 ju dha urdhër I herojt kombëtar pas luftës. Beteja u shunua dhe nga fjalët e komandantit të atëhershëm të brigadës, generalit Božidar Delić, që mbrapa është Serbia dhe nuk ka kthim. Kryeministri në detyrë I Kosovës Albin Kurti deklaroi se opozita po pengon qëllimisht konstituimin e kuvendit duke refuzuar të marrë pjesë në votimin e fshehtë, duke theksuar se kandidatura e Albolena Haxhiut për kryetare të kuvendit nuk është në asnjë mënyrë diskutueshme. Ai theksoi se opozita po përdor manovra procedurale për të penguar zgjedhjen e udhëheqës së kuvendit dhe vazhdimin e punës së legjislaturës, gjë që sipas tij përfaqëson papjekuri politike dhe dëm të drejtë për qytetarët. Srdjan Baras nga Qendra për Stabilitetin Social thotë se ngacmimi dhe freksimi I një nxënësi serb të shkollës së mesme në Mitrovicën e Veriut është vazhdimi I politikës së elitave politike nga Kosova, të cilat duan të dërgojnë një mesazh serbe se nuk do të jenë në gjendje të jetojnë një jetë normale dhe se duhet të largohen. Kur u pyet nëse Europa do të heshtë pse ndaj skenarëve të tilla dhe nëse mund të pritet ndonjë reagim evropian ndaj këtij sulmi, Baras tha se Europa është shurdhuese dhe heshtur dhe jo aktive kur bëhet fjalë për vuajtje të serbëve në territorin e Kosovës. Eksperti I sigurisë Drizan Shale akuzoi portalin Kosova Online se vepron si një dorëze e zgjatur e shtetit serb dhe merr pjesë në operacionet hibride të Beogradit që destabilizojnë Kosovën. Shalja njoftoi këtë me rastin e deklaratës së transmetuar
të ministrit Ivica Dačić mbi procedurën e oficerit të policisë së Kosovës ndaj maturantit serb të shkollës së mesme Neverit të Mitrovicës. Shoqata gazetarëve të Serbisë dhe dega e saj në Kosovë e konsiderojnë të papranueshëm kundërshtimin e të drejtës së mediave të Kosovës për të transmetuar deklaratat e zyrtarëve nga Beogradi në lidhje me ngjarjet me interes për publikin dhe theksojnë se është shala ai me veprimet e tija që nxit tensione. Kriminalizimi i Kosova Online është dhe kërcënon sigurinë e gazetarëve që punojnë atje. Shoqata gazetarëve të Kosovës në Prishtinë nuk ka bërë asnjë njoftim deri në përfundim të këtij lajmi. Në Serbi të martën do të mbaj mot pjesërisht i vranët dhe mesetarisht i ngratë vende me rishje shiu dhe bubullima, veçanërisht në rajonet qendrore të vendit. Do të fryjë ere mesme dhe ere fort veri perëndimit, temperatura mëngjesit do të sillen nga 8 deri në 14, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 24 gradë Celsius.